Pas gati 26 vitesh kërkime, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka njoftuar se janë identifikuar mbetjet mortore të 4 viktimave të masakrës së Kralanit. Elhamit Tahir Aga nga Raoveci, Sabedin Kryeziu, Mentor Kryeziu dhe Vebi Halila nga Malisheva janë të 4 këta të cilët u identifikuan e që kishin qenë pjesë e listës së personave të zhdukur, që nga pas lufta në Kosovë. Këto identifikime kanë ardhur pas 8 identifikimeve të tjera nga po e njëjta masakër, kanë bërë të ditur nga Komisioni Qeveritar i Personave të Zhdukur. Informimi zyrtar i familjeve është bërë nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Instituti Mjekësisë Ligjore. Mbetjet mortore të viktimave u gjetën dhe u zhvarosën nga lokacioni i varrit masiv në Bishtazhin, për të cilat familjet u njoftuan gjatë javës së kaluar. 86 burra djem shqiptar në mesin e tyre dhe të mitur në fshatin Kralan u ekzekutuan më 4 prill të 1999 nga forcat serbe.